Atletika vazhdon të mbetet ndër sportet më elitare të Shkodrës, duke ruajtur traditën e suksesit dhe vlerave që e kanë bërë këtë qytet një vatër të rëndësishme të sportit shqiptar. Masivizimi dhe gjithëpërfshirja në garat e ndryshme tregojnë për interesin e vazhdueshëm të rinjve ndaj këtij sporti, ndërsa mbështetja financiare dhe infrastrukturore nuk ka munguar sipas kryetrajnerit Albert Marashi. Ekipi atletikës Vllaznia është i mbështetur më së miri nga Bashkia e Shkodër, duhet ta falenderojmë për mbështetjen e vazhdueshme që i kanë dhënë ndër vite dhe vazhdojnë të japin, dhe falë mbështetjes së tyre Atletika e Vllaznisë ka këto suksese, që do të thosha që janë të jashtëzakonshme. 17 vite radhës i kampion të Shqipërisë me të gjitha grup moshat, duke filluar që me të vegjëlit e deri me të rriturit. Presidenti i Federatës Shqiptare të Atletikës, Izmir Smajlaj, pohon se nga viti 2026 përjet të nisë një etapë e re për atletikën, pasi do të përfshihet në projekte të rëndësishme që synojnë nxitjen e pjesëmarrjes. Shumë shpejt atletika do jetë pjesë e projekteve sportive që do hinë në shkolla, besoj për vitin 2026. Që do të thotë? Do futet në projekte sportive në për shkolla, në për qytetet ku ka atletik, ku ka pista, dhe besoj do kena një masivizim me shumë të sportistave. Në kuadër të nismës Shkodra, qyteti europian i sportit, fundjava do të sjellë një tjetër aktivitet të rëndësishëm për këtë disiplinë, Kupa e Ikonave Vidan Tufi, një ngjarje që bashkon brezat e atletëve në nder të figurave që kanë lënë gjurmë në historinë e sportit shkodran.